Si vonesë për miratimin e I-Barit, tash unë nuk do të bëj avokatin e opozitës, por vonesë për miratimin e raportit të I-Barit ka patur. Vonesë edhe një herë se tani ne nuk jemi përfaqësues të Komisionit Evropian apo vendeve anëtare dhe atë për sa I përket praktikës dhe procedurave që ndjek vetë Komisioni për të marrë këto vendime. Komisioni nuk është aty tëri për të caktuar agjendën ditore të Shqipërisë. Ajo çfarë ne dim dhe ajo çfarë ne duhet në fakt jemi të kënaqur është që ne po I marrim këto në një kohë që e lejon tashmë Shqipërinë të vazhdojë me hapat e tjerë që ne të kapim atë çfarë është rëndësishme. Tani, nëse ne po themi që do kaloni në fillim majit, po kaluan javën e tretë. Dakor, qëndrojmë ta bëjmë më konkrete për teleshikuesit. Themelorët janë ato që hapin dhe mbyllin kapitujt. Çfarë pengese mund të ketë Shqipëria në një rast hipotetik më të madhin, zoti Demo, në këtë një vit e ca që ne duhet të përmbyllim? Të jemi sinqert me ju, unë besoj që kapitujt që janë në fakt më të vështirët. Po pra. Janë ata që nuk marrin më shumë vëmendje. Siç mund të kapitujt që kanë bërë me bujqësinë, kapitujt që kanë bërë me mjedisin, ku ne duhet negociojmë edhe për sa I përket afateve të kohore që ne mund të marrim kohë për të plotësuar standardet që kërkohen nga Komisioni Evropian. Duhet kuptojmë që patjetër themelorët janë zakonisht rëndësishme, reforma drejtësi, ka të bëjë me strukturën ekonomike, të gjithë elementet që kanë të bëjnë me atë çfarë normalisht e përbën edhe vetë procesin e integrimit. Por ka kapituj të cilët do të kenë një impakt shumë të gjerë në territor, do të kenë një impakt shumë të gjerë sektorin privat, shoqërinë, nivel lokal etj. Që janë? E përmenda, bujqësia është një ndërtoj që do të jetë një kapitull shumë I vështirë për të siguria ushqimore po ashtu. Të gjitha bashkë, ku flasim për bujqësinë, po flasim për të gjithë elementet që kanë të bëjnë me këtë sektor. Mjedisi. Për mjedisin e kemi kërkuar për te afateve që parashikojmë të mbyllim kapitujt e tjerë, mos gaboj, unë kemi bërë një kërkesë. Ne duam të mbyllim të gjithë kapitull në kohë, por ajo çfarë BE-ja ka si standard, e cila tashmë e ka miratuar ose e ka përdorur edhe me vende të tjera, si për shembull nëse marrim Kroacinë vendin e fundit, kërkoi një grace period, një afat kohor 10 vjeçare dhe pas futjes në Bashkimin Evropian që ta arrinte standardet e Unionit. Kto janë elemente të cilët në këtë fazë që flasim ne janë elemente të cilët negociojnë. Dhe prandaj unë them që këto janë negociata shumë teknike, të cilat kërkojnë shumë përgjegjësi nga të gjithë negociatorët, dhe prandaj them që gjithë kjo skuadër e madhe që e bën këtë punë çdo ditë, nuk është se e merr atë vëmendjen në narrativën e përgjithshme. Narrativa e përgjithshme duket sikur është thjesht një element politik, por ka shumë punë teknike në këtë fazë që ne flasim. Dhe faza teknike është faza që në fakt Komisioni Evropian e peshon me gramaturë. Sepse kërkesat që ata kanë janë shumë specifike dhe ne duhet të ecim në mënyrë le themi në të njëjtën kohë në të gjithë kapitujt paralelisht, sepse aty janë grupe të ndryshme që flasin me grupe të ndryshme. Dhe për secilin nga kapitujt kuptohet kanë specifikat e tyre, kanë një peshë të caktuar, prekin base një numër më të madh të aktorëve në territor, domethënë kanë specifika të ndryshme. Dhe atë që ne kemi thënë gjatë luftës që Rusia ka nisur prej më shumë se 4 vjetësh në Ukrainë, që për arsye gjeopolitike Bashkimi Evropian do të përpiqet të marrë vendet e Ballkanit dhe t'i çojë përpara, ata mund na çojnë politikisht, po pa plotësuar këto rregullat e tyre. Nuk ka geopolitik që na fut me zor në BE, apo jo? Unë besoj që qëndrimi I Bashkimit Evropian është I qartë, qëndrimi I vendeve të caktuara të Bashkimit Evropian është I qartë, e cila kjo do të jetë një proces I cili është bazuar mbi merit, secili prej vendeve duhet tregojë që kanë ndërmarrë reformat. Që jemi gati. Patjetër që kanë ndërmarrë reformat e duhura. Por edhe nëse ti ndërmerr reformat e duhura, pavarësisht në fund prap vlerësimi do të jetë politik. Por ne duhet bëjmë detyrat e shtëpisë. Dhe kur flasim për detyrat e shtëpisë, është pikërisht kjo që ne po bëjmë tani. Kur ne flasim për mbylljen e kapitujve, to janë thellësisht teknike në vetvete. Dhe patjetër që kërkesat që ne kemi për secilin prej kapitujve kërkon detyrimisht dhe aprovimin e shumë projektligjeve që shkojnë në parlament. Dhe këtu unë besoj që opozita ka një rol shumë të rëndësishëm për të luajtur. Për sa I përket jetës parlamentare, për treguar që ne si shoqëri siç tregojmë që gjithë një pjesa dërmuese e shoqërisë shqiptare e mbështet të proces, patjetër pse kjo mos ndodhi në pjesën më të madhe të politikës.